Ha, kam të që s'kam parë. Si? E ku të më shosh, gjithë kjo rrëmuj. Megjithatë nuk kam marrë fund çdo gjë. Armata 21. Po, sa po i dëgjova lajmet. Në qoftë se komunistët deri të dielën nuk dalin në bulevardin Mussolini, fati i Tiranës do të ndryshojë. Ti do t'ikësh? Jo. E që s'ka pse t'ikësh. Ti je shkrimtar i njohur, bile mund të shërbesh atyre që do të vinë. Nuk është koha për ironi. Unë nuk po bëj ironi. Ti edhe vetë di se kohët e fundit shumë intelektual janë hedhur tek komunistët. Kush edhe larg. Disa kilometra. Deri në shtabin e tyre, në periferitë të Tiranës. Megjithse Po ti ç'do të bësh? unë natyrisht. Ti e di se si më quajnë mua ata? Kolaboracionist. Nuk kam kohë të derdhjem i pushkatuar, me brinjë të plot pluma në një kaldrëm. Ke dëgjuar për terrorin e kuq? Diçka kam dëgjuar. Terror rouge, terror blanche. Terror rouge, terror blanc, po shlet të shqiptosh. A i ke parë rrugëzat për bërë rrugës mbretërore? Jo. E pra do të shkosh tek partizanët? S'të marr vesh, ç'është kjo pyetje? Mua mund të më thua hapur. Ti je i sigurt se nuk të denoncoj. Le që s'ka kohë. Është e vërtet, s'ka kohë për asgjë. Ti je i njohur. Duhet jesh i vlefshëm për çdo rend. Megjithse çfarë? Mos është pak si vonë? Lebil Kaçaj, në emër të popullit të dënuar me vdekje.